Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Rrallë herë ndodh që një profil i një kandidati për deputet me ta mbush që thonë synin dhe mos me pas vërejtje për të në kuptimin e integritetit profesional dhe personal. I tillë mendoj që është Bardhyl Hasan Papaj, jurist i njohur, avokat i suksesshëm, i cili për herë të parë i është rrek politikës dhe po garon me lidhjen demokratike të Kosovës për deputet. Hasan Papaj po synon të bëhet deputet në kuadër të LDK-s dhe ka qëllim disa pika për t'i shtyrë apo për t'i mirëmbajtur ato dhe për t'i avancuar, kryesisht drejtësinë. Me të do të flasim bashkë me Visarin për politikën, për drejtësinë, për institucionet dhe për të ardhmen e tij politike dhe të LDK-s. Mirëmbrëma zoti Hasan Papaj. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe Visar, mirëmbrëma. Zoti Kajtor. Çka të dashtë politika, duke ditë që ne, po edhe shumica e njerëzve, njohin si njerëz të drejtësisë. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi dhe me që falenderoj për konsideratën në radhë të parë. Me që po ja nisim në një ton personal, them drejtën, mua s'm duhet politika asgjë. Nuk është si më duhet mua personalisht. Ndoshta pa dashur me humb modestin, unë besoj që i duhem politikës në këto momente. Çfarë i duhesh politikës? Unë besoj që i duhem politikës sepse fatkeqësisht në këto momente që po kalojmë në Kosovë, politika po shihet si burimi i së keqes. Burim i përçarjes, burim i thyrjeve shoqërore, burim i linçimeve dhe etiketimeve dhe sikur të gjithë trit dhe trejat, ata që të paktën kanë një profesion, kanë një diapazon, kanë një dëshirë për punë, vullnet dhe kanë integritet dhe sikur largohen, friksohen t'i afrohen politikës. Por megjithatë ne deshëm apo nuk deshëm, politika është ajo që organizon jetën e përgjithshme shoqërore tonën dhe përmes institucioneve të cilat duhet të ishin në shërbim të qytetarëve dhe të shërbenin qytetarëve, politika nëse nuk angazhohemi, nuk përfshihemi, atëherë do të jetë në dëm të qytetarëve dhe në dëm edhe tonin personal dhe të fëmijëve tonë. Kështu që kam hyrë me një vullnet të mirë, kam hyrë me një dëshirë të mirë, për asnjë ambicie personale apo nevojë personale. Përkundrazi e shoh më fort si përgjegjësi, e shoh si një detyrim moral, duke e pa në vazhdimsi në çka po kalon Kosova në këto momente dhe nëse qëndrojmë indiferent, bëhemi pjesë e fajit. Dhe do të mundohem me gjithë qenien time, me pasionin tim, që të kontriboj mirë, me aq sa di dhe mundem. Kështu që prapë e them, nuk më duhet mua, besoj që i duhem politikës dhe këtë do të tentoj, do të bëj maksimumin që ta dëshmoj. Po folet për një ambient toksik, kështu të jashtëzakonshëm të linçimit, të shamjeve, fymjeve, për njerëz që janë në politikë dhe jo me ndërgjegje të plot, po hynë në këtë vorbull, e cila mundet me të stërpik, e cila mundet, si me thonë, jo ty, për shkak se je i pjekun edhe profesionalisht edhe në moshë, por të tjerët rreth teje me i bë me mendu dy herë se çka na u dasht me na u përfol tash emri, karriera, familja. Se sharja është fjala e parë që tashmë përdoret në raport me politikanë. E kom përjetue, domethënë që në hapat e parë në fakt që shqyrtova dhe
fillova të mendoj më seriozisht dhe në angazhimet e para të diskursit publik, në debate, në diskutime, një kritike vogël ndaj kësaj klase politike, ndaj qeverisë, ndaj kësaj mazhorance, sado edhe e matur dhe modeste që mundoja ta bëja, sikur kthente në një vrull sharjesh, sulmesh, linqimesh, sa që ishte total disproporcionale. Dhe në fakt, në fillim hezitova pak, po kur e dija që vinë nga profile falso, të inxhinjerume, vinin nga njerëz me pikrisht me këto agenda, që me nal njerëz të vullnetit mirë të angazhohen në politikë, Me mu duk si një start. që në start, me ta preudhen që në fillim, që në hapat e parë, sikur me forcoj edhe më shumë, sikur me dha një vullnet që në fillim, që thash po, me që qenë ka bashkë kaq kështu, do të përballen pas një frikë, pas një hezitim, dhe do të navigoj edhe unë për këto ujra, sado që, si që thatë edhe ju, mund të të stërpikin, por unë besoj nëse punon mire mare me nder, prap del i palagur. Jeni koleg, jeni mik për shumë vjet i zonës Osmani, presidentes Osmani, e cila është barse e listës e LDK-s. Ajo prej që ka nis fushata dhe në paraqitjet publike, qoftë në televizione, qoftë në takime me njerëz, po flet për njerëzve të tillë, për linqimin, për gjuhën e ashpër, për friksimin, për përdhosjen e njerëzve, veçanërisht e grave që angazhohen në politikë. Ajo ka qenë një kohë bashkëpunëtore e kryeministrit Kurti, ka qenë në koalicion me to, është bërë presidente si rezultati zgjedhjeve të 2021-s. Realisht ajo kur po na flet se e di se kjo mënyrë organizohet direkt prej qeverisë, prej vetëvendosjes, prej zotit Kurti. Në një moment tha i kam pa edhe vetë. Tani, kur ajo po na flet për një rrezik kaq të madh, një përdhosje kaq të madhe shoqërore, a ka diçka që në fakt nuk po e thot ajo deri tash? Se në disa raste ka lënë me kuptu se nuk i dini ju do çka ka ndodhur dhe çka ka mujt me ndodh. Po na lënë me kuptu sikur ajo ka qenë presidente për t'i parandalu disa dëmë tjera, apo ka synu me qenë presidente për t'a ndalë zotin Kurti në dëmë të mundshme që mund t'i shkaktoj vendin. Po ju pyes juve, pikërisht juve, për shkak se e keni fol një gjë të tillë. E keni artikulu, e keni mbroj zonin Osmani në këtë tregimin e saj. Si është gjendja realisht në këtë çka dini ju dhe çka nuk di publiku? Po bebe, unë në fakt e njoh që herët presidenten Osmani, kemi qenë në studime bashk, si student, përfaqësonim Universitetin e Gara Ndërkombëtare, kemi pas fatin që të angazhohemi edhe profesionalisht që herët. Pa më parasysh që në 2 rrugtime të ndryshme për një kohë që na ka bashkuar akademia, kur jepnim mësim në Fakultetin Juridik që të dy bashkë. Pjesa tjetër e ka vazhduar rrugtimin politik, po gjithmonë e kam pas një raport njerëzor personal me të dhe e kam kuptuar shpesh në rrugtimin e saj politik. Në këtë aspekt, për që kthye edhe asaj që për të bërë pak kronologji, pa dashur ta zgjas shumë, por partneritet klasik qeverisës Vjosa Osmani nuk ka pas me zotin Kurti në këto 6 vitet e fundit, përveç pjesës kur ka qenë koalicioni klasik LDK, LVV në 2019, që ishte kryeministër Albin Kurti dhe zëvendës kryeministër ishte zoti Hoti. Në fakt është votu 2020 në fillim. 2020, fillim 2020, sakt. Por që ishte si rezultati i zgjedhjeve të 2019. Dhe tani, përveç asaj periudhë të shkurtë të bashkëqeverisjes LDK, LVV, pjesa tjetër nuk ka qenë bashkëpunim klasik bashkëqeverisje, sepse nga zgjedhjet e 2021-t, ku zonja Osmani formoi një iniciativë guxo, një listë, bëni një partneritet klasik, koalicion parazgjedhor, me qëllimin që t'i ofrohet vendit një qeveri dhe që atëherë
e propozun bashkë me Kurtin zonja Osmani si presidente. Funksionoi suksesshëm, zoti Kurti mori qeverin, e mori në koalicion Guxon, por e zgjidhi presidente zonjën Osmani. Aty janë nda rrugët në funksione, sepse zonja Osmani për 5 vite si presidente nuk ka qeveris dhe as nuk ka qeveris, as nuk ka mund të qeveris. Sigurisht që rendi e don, kushtetuta e don që një president patjetër bashkëpunon me qeverin, bashkëpunon me kuvendin, me gjitha institucionet vend. Por ne kemi pa një agjend shumë aktive të presidentes Osmani në arenën ndërkombëtare kryesisht. Ka tentuar që në politikën e brendshme të mos jetë e përfshirë shumë aktive. Dhe këtë punën, rolin e saj për politikën e brendshme të paktën e ka bë, unë besoj, brenda zyrave. Dhe aty siç duket nuk është se ka pas një bashkëpunim shumë të suksesshëm në temat mes të dyve. Megjithatë, shkoj si shkoj ajo pjesë, por asnjëherë ne nuk kemi pa zonjën Osmani nga lëvizja vetëvendosje gjatë këtij rrugtimi që të linçohet, të shahet, të sulmohet, të kështu përkundrazi, janë krenuar me ta. Përkundrazi të gjitha ata rritunat ndërkombëtare që ai ka pas nga funksioni i saj, ata i kanë përqapuar dhe i kanë shit besabes para publikut si të arritura të tyre, të qeverisë të tyre, dhe janë krenuar që të gjithë. Bile edhe në zgjedhjet e fundit ata dolen me kartën që ne sërish duhet një rrugtim mes kryeministit Kurti, lëvizjes vetëvendosje dhe presidentes Osmani. Tjetër gjë që pas zgjedhjeve pastaj e ndruan këtë kartë dhe ndodhi si ndodhi. Por është e habitshme që pas një periudhe kaq gjatë kohore dhe në një moment brenda një muaji, ndoshta jo më shumë, ajo na shfaqet nga lëvizja vetëvendosje si tradhtarja, si e keqja e kësaj shoqërie, sulmohet, anatemohet në mënyrën më barbare, më të tmerrshme, më të mundshme. Dhe kjo është e habitshme, domethënë, dhe siç duket gjithë kjo luftë që po bëhet kundër saj, siç ishte edhe vetë manovrat politike për eliminim politik të zonjës Osmani, është në shërbim të asaj që ndoshta ata frigohen për këtë periudhën e bashkëpunimit, sa ka qenë 5 vjeçare, që kjo mundi shumë për ta, dhe rrjedhimisht, siç thash edhe unë që kur hyna në fillim që më goditen jashtëzakonisht shumë, siç duket me atë taktikën që t'ja ndalim turrin që në fillim, por që nuk ju funksionoi, kështu njëjtë nuk do t'ju funksionoj edhe me zonjën Osmani. Pra, gjithë ky lënçim me ky sulm që bëhet, kam përshtypjen është sipas atij parimit mbrojtja më e mirë është sulmi. Pra, me që ne na duhet më mbrojt tani nga presidenti Osmani, më mirë që nisim që tani ta sulmojmë sa më shumë, të hedhim çdo lloj teorie konspirative dhe bal në publik, që sa më shumë të hedhim diçka do ngelin. Sigurisht do ngelin. Sa më shumë të hedhim diçka do ngelin. Dhe unë e shoh këtë luftë fillestare me këtë strategji. Hedh, vetëm hedh se diçka do të ngeli. Shkolla e vetëvendosjes. Shkolla klasike. Holli 100 akuza, letmesën 2 në rregull jemi. Mjaftojnë. Ato nëse nguliten në kokat e Këtu qytetarëve, problemi bardhëri edhe çore tash, domethënë po dua edhe me fol pak për ti me snihemi për një kohë, domethënë kryesisht me bardhërin jemi taku në debate publike. Edhe mendoj që përveç integritetit profesional kështu e ka edhe një artikulim jashtëzakonisht interesant politik. Pak çka që mundesh mos mu pajtu, po bardhyli është një prej atyre, si më thon kështu, debatuesve që e kam pas përballë, i cili gjithë mos pajtimin e ka shpreh me argumente. Që është për mendimin tim vlerë jo që është vlerë në vetë se kjo ndodh gjithandej në botën perëndimore, po këtu të na fatkeqësisht po mungon. Prandaj edhe duhet me shmu. Duhet me përmend normalën, me thonë që çore kjo është e jashtëzakonshme, se po ndodh. Një gjë që më duket po e vazhdoj debatin, aty ku e kemi. Patjetër. Do të vim atje. Do të vim atje. Po një gjë që më duket më shumë e vlefshme, këto që e përmende, e po du me potencu, sepse prej se ka dalë, domethënë zonja Osmani ose në fakt prej se ka bërë marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me kryetarin e Abdigjiku për qenë pjesë e listës, për garu bashk. Jo vetëm lëvizja e vendosjes që ka përdorur ata që unë e kom prit,
natyrisht, e bile e kom parajemëruar disa herë, do të thonë, do të me këshyrë, do të thonë, cili ka me qenë efekti kur të fillojnë ta sulmin. Po, ka pas edhe një pjesë të kritikëve ndaj Vjosës Osmanit për qëndrimet e saj, veprimet e saj si presidente, e veçanërisht ka pas një pjesë të opinionit publik që i kanë thonë zonës Osmani mirë, me që pas ke ditë këto për Albin Kurtin, pse nuk falshe, kur ke qenë presidente të asem. Dakord, vrejtje me vetë. Po pse s'preja bëjmë të njëjtën vrejtje shumë ma shumë Albin Kurti? Glau konju, së të tjerëve që po flasin. Me që pas ka qenë ka që dëshme si prezidente Vjosë Osmani, pse s'na kalzëshit? Kur ishte prezidente? Pse nuk dilëshit me thonë hajde përshkarkojmë për shambull? Se pas ka qenë shumë e dëshme, pas ka shaqeve, pas ka bota, pas ka bo këto. Do me thonë, kjo kritik do të mjë bo ma shumë lëvizës dhe vendosje. A edhem pse? Jo, përshkak të një animi ndaj zonës Osmani se Zotit Kurti. Po Zoti Kurti ka pas votat në kuvend. Zonja Osmani si ka pas votat në kuvend. Apo jo, nga pozicioni i presidentës, s'po them që me gjithatë mendoj që është dashur me dalë me folje këto këtë, po nga pozicioni i presidentës me gjithatë njerëzit duhet me kuptuar ti smush me shkarku qeverinë. Nuk e kia drejt. Apo jo, presidenti i ka detyrat e ndara. Ndërkohë që qeveria duke pas fuqinë në kuvend mundet me ndërmarrë masën. Dhe pyetja ime është për Albin Kurtin, me që pas ka qenë kështu, çu po thuti, pse nuk veprejshe? Ose pse s'paku nuk dilëshe dhe më na e bo me dije këtë punë. Pse u pajtojshe me ta? Pse që po thot zoti Hasan Papaj e livdut Vjosën deri në ditën e fundit. Dhe pastaj kur doli LDK fillu me na kallëzu sa e keq i shkon. Se qëre, çka po mundohet këtu, përveç tjera, shumë po pajtona, dhe më thonë që e tregon frikën që e ka vetë vendosja nga bashkëpunimi i zonës Osmani me LDK-n, frikën që e ka vetë vendosja nga ndërtimi i një realiteti të ri politik ku janë tri polje, pra nuk po mundun me nda spektrin politik në dësh ne dhe ata, se kur janë dy palë, një na mund me fitu 50%, kur janë tri palë, ka vështirë. Dhe kjo frikë tash e ka shëndru sulmin ndaj Vjosës Osmanit për mendimin tem, edhe sulm nga paniku. Dhe njerëzit kur sulmojnë nga paniku, kur nuk sulmojnë nga rreziku, din më bosh shumë agresiv. Dhe humbin arsyeën komplet. Do të thonë nuk është sulm i racionalizuar, ta them kështu. Po edhe një gjë që po mundohet tu më përvjedhë, po përfundoj me kaq, është që fakti që lëvizjave të vendosje, po e ka të pamundën me bashkëpunu me njerëz që kanë integritet profesional, së paku. Se e diskutu më herë çka i duhet politikës. Shumë e çuditshme që ti e ki grupin parlamentar me 57 vetë e nuk i njerëz profesionistë. Qysh mund më konti parti qashe madhe e mos me pas njerëz që të vinë. Se njerëz kur rreshojnë pushtetin ka një numër të njerëzve që thonë mirë, hajde po shkojmë edhe na po kontribuojmë. Pse kërkosh nuk e sheh kontribut për Kosovën përmes lëvizjeve vendosje? Pse për shembull na kemi një parti më të madhe në Kosovë, e cila krye po të është e mushur me njerëz që dinë me shoh, që dinë me denigru, edhe që dorën zemër dinë kozja kështu me rajt, ose që se kanë problem me rajt. Edhe që s'dinë me lexu. Edhe që s'dinë me lexu. Kjo është pyetje vetë edhe shumë e çuditshme. Po, Visar, tani prap me linjën e argumentimit bashkë, jo që nuk pajtohem në disa për elementeve, por unë e shoh ndryshe. Pse e shoh ndryshe? Lëvizja vetëvendosje, po t'i marrin figurat kryesore, akoma frigohen, saktësisht frigohen, të flasin keq për Vjosën Osmanin. Frigohen. Frigohen. Pra, figurat kryesore, po plas, kuptimin të kryetarit partisë, nën kryetarëve, kryetarës grupit parlamentarë të tjerë. Edhe kur e bëjnë me një moderim. Ç'a bëjnë ata? Ata hedhin gurin po mshefin dorën. Pse? Sepse ata e angazhojnë krejt ushtrin e propagandës për të hedhë baltën me kriju huti, por njëkohësisht me rujt atë pjesën e njerëzve të arsyeshëm që s'na hedhin dot, siç s'ta hedhin as ty, as mua, as gazetarëve, as shoqërisë në përgjithësi, që është më aktive dhe e njeh politiken pak më afër dhe më mirë, idenë që brenda natë ajo u bë e keq, u bë talltarja, u bë kështu. Dhe ata janë të kujdesshëm. Bile, ndërkohë që gjatë krejt kaosit prallës publike, që ata e servonin qytetarëve që ne dëshirojmë ta bëjmë Vjosën Osmanin presidente, por nuk kemi votat. Dhe dalke kemi 90 vota. Dhe dalke vetë kandidat në kryetari i partisë, kandidat për president. Zoti Konjufsa me paturpsinë më të madhe, pak para se mu majtë seancat, që ishte nominu si kandidat për president, dhe thoshte, po të vi Vjosa Osmani, kandidat për presidente, unë ja jap votën.
A kupton, dhe me thonë, a kupton qëfar, pas sinceriteti ekstrem, qëfar manipulimi me opinionin publik në mënyrën me një koreografi mirë të organizume, që ne gjas me s'kemi asnjë gjë kundër Vjosa Osmanit. Dëshirojnë ta eliminonin politikisht, por ta marrin imazhin e sajna dhe autoritetin e sajna politik. Pra ata e dëshironin komplet jashtë skenës politike, por të gjithë bagazhin e saj dhe kapitalin politik të ndërtuar ndër vite, ta mbanin ata. Ta mbanin ata, edhe elektoratin e saj. Dhe pranaj po vazhdojnë këtë lojë, sa do që ju ka shpërfaq Xhanem, për një star arsyeshëm. Por tani kjo lufta e propagandës e bët veten. Njën hedhe ushtrin, armatën digjitale sidomos, në sulm kundër Vjosa Osmanit, po vetë gjasme të moderum. Mu për shkak të kësaj frikës, që s'na hedhin dot hisyve, për të thonë që brenda natës u bë ajo e keqja. Ndërkohë që ne kishim qeverin totale izolume në arenën ndërkombëtare, total pasive në asnjë projekt për brenda, që është morë veç me çështjen veri dhe ngrit kauzat mëdha kombëtare për të fshehë dështimet e tyre menaxheriale dhe qeverise, totale izolume si qeveri, dhe kishim veçëm Vjosa Osmanin si presidente që ishte aktive ndërkombëtarisht, çau moratoriumin që ishte e njohjeve që ne nuk kishim asnjë mundësi për të siguruar një në arenën ndërkombëtare, ishim të izoluar nga Bashkimi Evropian komplet nën sanksione dhe përkundër tyne, ju e dini që as zyrtarët e Bashkimit Evropian në Prishtinë, në zyrën e Prishtinës, s'kan pas të drejtë për 2 vite me taku zyrtarët e institucioneve të Kosovës. S'kan pas. Unë e takoja kolegë, jo marrë me projektet Bashkimit Evropian në vazhdimsi, tash 20 vite. Kom punu takoja kolegë zyrës së BE-s që thonin që ne nuk kemi punë, nuk dalim dot me taku asnjë zyrtar qeveritar. Por e gjithë kjo ka trahur në vend që do me thonë ta merrin përgjegjësinë për çka kishin bë, tani po mundohen ta hedhin komplet fajin përmes propagandës, se vetë se bojnë dot, se një njeri arsyeshëm nuk e thot dot këtë, të hedhin Vjosa Osmanit. Dhe prandaj unë kam përshtypjen që nuk ju funksionon kjo, nuk ju funksionon. Dhe prandaj kanë ngel vetëm me armatën e baltosjes, përçarjes, sulmeve, por duke rujt nivelin vet, gjatë bile s'kan dëshirë as emrin me ja përmend. Por Vjosa Osmani ka një kapital politik, bagazh politik, që shko përtej labirinteve të konspiracioneve të vetëvendosjes, se po i dekonspirojmë ne, që s'kemi qenë pare aty. Ju keni qenë për një kohë dhe mund ta dini më mirë. Po kjo po shihet edhe nga distanca tani. Jo më ajo që i din mirë ato metoda nga bashkëpunimi që mund të ketë pas në të kaluarën. Kështu që nuk ju funksionon dot e para. E dyta, ka inflacion të propagandës, siç ka inflacion të çmimeve. Ka inflacion. Pra nëse në 2021 është përdor përçarja dhe propaganda dhe nuk ka qenë kaq e njohur tek ne në atë kohë, tani mo është më se e njohur, sepse po shkon çdo kush po bie pre propagandës. Çdo kush, biznesi, shoqëria civile, gazetaria, politika, showbizi, të gjitha sektoret janë pre e sulmeve të propagandës dhe përjetojnë. Dhe tani rrjedhimisht nuk mund të ketë efekt, prandaj janë panik. Zoti Hasan Papaj. Dhe unë këtë e shoh tani që një momentum që përkundër kësaj propagande, përkundër këtyre sulmeve, do me thonë, megjithatë e vërteta do të mbizotrojnë. Pse? Sepse ka një barometër, një masë e përgjithshme shoqërore, e cila megjithatë e ka sensin që nuk e blen dot aq let prallën, që ne dëshëm ta bëjmë presidente Vjosa Osmanin, por nuk mundem. Dhe tani pas kësaj historie, sa po shpallen zgjedhjet, dëshirojnë ta shpallin tradhtare. Wow, do me thonë, a nuk deshet, a nuk mundet, apo nuk duhet më bëjë presidente. Janë 3 versione, dhe unë nuk e kuptoj akoma dhe prandaj sa ta nuk kanë mundësi ta zbërthejnë as politikisht. Do të këtë mesazh se në cilin tabor ata dëshirojnë ta vendosin strategjinë e tyre politike. A nuk ish dasht me përkrah Vjosa Osmanin? A nuk kanë mujt me përkrah Vjosa Osmanin? Apo janë pengue prej të tjerëve? Dhe kjo kanë ngel kjo prall në tentative sipër, që nuk shitet dot. Dhe shpëtimin e kanë vetëm tek propaganda që unë jam absolutisht i bindur, që jo vetëm se s'kam ju funksionuar,
po ka me ju backfire, ka me ju kthye revansh ndaj tyre. Unë jam absolutisht i bindur që kam ju kthye revansh, sepse ka njerëz aty deputetët që janë 66 deputet, 57 që i ka lëvizja vetëvendosje. Sigurisht që nga askush në gjendje që kanë prit që do të bëhet presidente Vjosa Osmani, kanë lyp vota personalisht për mandatin e tyre, duke thonë që ne presidenten e kemi gjatë 28 dhjetorit, kanë lyp vota shtëpi në shtëpi. Të bim. Dhe tani dalin edhe thonë. Nuk flasin dot. Zotë Askush nuk e verzion. edhe një pyetje rreth Vjosa Osmani. Çaj telenovelës. Do të flasim për Juve sigurisht. Mirë, po. Zonja Osmani ka përmend 2-3 elemente. Për mua janë edhe interesant, janë edhe të frekshme, kurrështja jonë si gazetar është për me ditë të gjitha, edhe publikut për me ditë sa ma shumë. Që zonja Osmani thot që e ka shpëtu zotin Kurti nga futja në listën e zezë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo për mua është kulminacioni. Në 2 janë dëmët që i ka parandalu në arenën ndërkombëtare, kryesisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në shtëpinë e bardhë, të cilat ka mundur t'ja shkaktoj Kurti i Kosovës edhe me tutje. Çka janë këto? Çka dini ju? Për çfarë rasti? Qysh ka ndashtë me shtin lidh zezë zotin Kurti Amerika? Dhe e dyta, cilat janë këto dame që i ka parandalu, për atë sa dini ju, natyrisht. Unë besoj që ju dini, sepse keni komunikim të mirë me zonjën Osmani. Jo, nuk kisha, e di që dëshironi pyetjen ta shtroni në atë mënyrë suggestive, por nuk besoj që Vjosa Osmani shperimisht e ka thonë, paktën nuk e kam dëgjuar, se mund jo gjithçka di, që shperimisht që e ka shpëtu ta fusi në listën e zezë. Mund ketë i ka jo si kështu, nuk besoj bashkëperimisht. Por që ka pas pengesa në komunikimin e zotit Kurti me bashkësinë ndërkombëtare në përgjithësi, por në veçantë me administratën e Shtetit Bashkuara të Amerikës, kjo është më se e qartë nga të gjithë ne, dhe nëse mund ta quajmë lizez, po jo klasik saktësisht siç e thoni ju, por është vetë izoluar, është vetë sanksionuar. Domethënë ti thush sekretarit të shtetit Blinken, ti thush në një intervistë në BBC, ti thush very naive në Guardian, very naive guy, duhet t'jesh naiv. Duhet t'jesh shumë naiv. Duhet t'jesh shumë naiv të konsiderosh në atë formë very naive guy sekretarin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe këto shënime mbahen aty. Jo vetëm për ato, por për të tjerë, është administratë e tërë që komentojnë dhe edhe mimikën e fytyrës studiohet dhe dokumentohet. Edhe qëndrimi, edhe toni i zërit të një lideri, të një vendi, partner, si që jemi ne, dhe ata kanë vesh dhe sy për t'i parë dhe të gjuar çdo lëvizje edhe në miniatur. Jo mo t'ju ik një fjalë e tillë, në një mendim të tillë, dhe ne të pretendojmë që s'ka ndodhur as. Si ka mundësi sa më shumë anti-amerikanë, as më shumë vota me Jo, për që presidenti Osmani e ka thonë në vazhdimsi që e ka mbrojt kryeministrin Kurti në të gjitha forumet ndërkombëtare, e ka mbrojt në Amerikë, e ka mbrojt tek administrata amerikane, e ka mbrojt të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian dhe partner tjerë ala tjerë. Kjo është më së vërtet, e ka thënë ajo, mund ta them unë pa asnjë hezitim që ajo e ka mbrojt në vazhdimsi. Pse? Sepse emëron kryeministrin e vendit. Kryeministrin e vendit. Dhe po i shkakton të dëm vendit. Pralla që gjasme presidenti Osmani e ka sulmuar kryeministrin Kurti në forume ndërkombëtare tek administrata amerikane. Është një prallë e inxhinieruar prej vetë vizjes vetëvendosje, sepse jo vetëm që se ka bë, por edhe po të kishte qenë edhe më ekstremist, edhe po të kishte qenë, ndryshe nuk do ta kishte bë. Nuk e shon kryeministrin e vendit, presidenti i vendit, dhe këtë nuk e ka bë dhe nuk e bën kur Vjosa Osmani. Dhe do të ishte mirë që askush, asnjë president në të ardhmen të mos e bëj. Sado që mund të kesh pa kënaqësi,
me performancën, me qeverin, me raportin me kryeministrin e vendit tënd, adresa për ta kritikue edhe sulmue nuk është ndërkombëtare. Dhe këtë se ka bë, nuk e bën dhe nuk do ta bëj asnjëherë. Sepse s'është e shëndetshme për vendin tonë. Pra, përkundër kësajna ka pas probleme shumë të mëdha. Kjo qeveri është vetë izolue, dhe vetë izolue edhe në rajon, jo vetëm në Evropë, edhe në raportet transatlantike. Do thonë është vetë izolue në shumë, kështu nuk e dija nga vullneti apo nga mosdia, shumë unë e besoj që janë edhe nga mosdia, shumë gjona, por kjo ka majt balancën të brendshme, unë besoj, ndërinstitucionale, në mënyrë shumë profesionale, por sidomos raportet me aleat, nuk i ka përdor për të godit Kurtin, sepse përveç asaj që ka thonë në kuvend atëherë në dhjetor, nëse s'gaboj të 2024-s, kur tha mos luni bigjoz me Republikën, që kishte fjalën për letrën që ja kishin dërguar qeveria përmes ministrës të jashtme, Këshillit të Evropës, pak para mesnate. Duke anashkalu presidentin. Duke anashkalu presidentin, me dërguar letër, me publikue, pastaj me tërheq mas një kohë, kjo humb besimin e raportet ndërkombëtare, do të thonë në mënyrën më barbare e më të mundshme. Nuk beso kush njeri bile fjalën kur e thue e ki vështirë ta tërheqës, jo më një letër ta nënshkruash si ministre e jashtme dhe të pretendosh pastaj që e tërheq. Kjo lën shenjë shumë të madhe, të dëmshme për vendin. Kjo është një email që e dërgon se s'u në tërheq më. Po, s'tërheq dot. It's gone. Shkoj, jo, nuk është vetëm në personalisht temën. Bile tërheqja është pastaj edhe më jo serioze. Se bile po e dërgove, pastaj ki hapësirë dhe mundësi me sqarue, shko mban takime, mund të jepsh një interpretim tjetër gjasme, po tingëllon pak kështu, por qëllimi ka qenë këtu, dhe mund ta zbusësh pastaj nëse ki e diplomaci aktive. Madje s'ka pas diplomaci fare në këtë qeveri. Edhe qëndrimi refuzues nëse mbahet, për shembull, ne nuk e pranojmë një gjë të tillë, ta zëm për çka të qoftë dhe mbahen, më shumë të mirë kuptohet se sa më thon po tani jo. Që kjo dënohet më shumë. Se din, nuk e din me kë po bisedon. Por kjo është shumë e dëmshme. Dhe sigurisht që kishte thonë, mos luni bigjoz me Republikën. Dhe tani, pra ato janë thonë këtu. Kur ka qenë kritika që është tepruar raporti dhe kjo ka konsideruar, se ne shpesh e kritikojmë jo s'ka ngrit zërin. E ka ngrit zërin në parlament, me thonë ato për qeverinë. Po kështu më vet pak qenë goxha në çë drejtim, domethënë kjo pra, ju po thonë që nuk e ka përkundrazi e ka mbrojt zotin Kurti edhe kur nuk o pajtu me ta, apo jo? Absolut, në arenën ndërkombëtare. Kur nuk o pajtu me veprimet e brendshme, për çka është sulmu Kurti, domethënë. O sulmu, është kritiku. A e ka bë këto sepse ka mendu dhe a ka pas sukses nëse ka mendu, kështu që kjo është megjithatë mekanizëm i kontrollimit të dëmit, pra që dëmi ndërkombëtarisht me qenë sa më i vogël i mundshëm, apo e ka bë edhe për shkak që e ka mbrojtur kryeministin Kurti si bashkëpunëtor ose çka dinë partner politik. Tash unë nuk mund të hyj në brendin e saj, por unë po them që në momentin kur ja ka marrë rolin e presidentes, çdo veprim i saj unë nuk besoj që është për me mbrojt politikisht Kurtin, por është për me mbrojt kryeministrin e vendit. Pra në arenën ndërkombëtare, sigurisht që e ka mbrojt dhe ka bërë detyrën e vet që e ka mbrojt, dhe shumë mirë ka bërë që e ka mbrojt, por e ka mbrojt si kryeministër, jo për fatin e tij politik të brendshëm. Paktën unë kështu e lexoj, dëshiroj ta lexoj dhe i besoj. Domethënë qëllimi pas ka qenë që dëmi për Kosovën të sa më i vogël, Kosovën të minimizohet. Veprimet tashmë ishin bë. Absolutisht. Dhe ato edhe në mënyrë të suksesshëm e ka bërë. Ai ka mërë sukses. E ka mërë suksesshëm. Jashtëzakonisht suksesshëm. A janë dy pika të cilat jashtëzakonisht suksesshëm sepse, do të thonë, ne rrezikonim që të si mrini suksesshëm çau solli katër njohje. Kur raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë më të mira se sa sidomos në vitin e fundit të presidentës Osmani. Sigurisht, sidomos në atë kohë kur edhe kishte kritikuar për çështjen e Vigjilit. Po mos është kjo pikërisht ajo se nuk ja fal zoti Kurti. E për mua janë dy për të cilat kam fol publikisht. Jam prit parëve që kam thonë nuk e propozon zonin Osmani për presidentin, madje publikisht. Është pjesëmarrja e saj në marshin për drejtësi për të akuzuarit në Hag dhe pjesëmarrja në bordin e paqes. Sot ne kemi një marrëveshje, kemi prani pra të Kosovës në bordin e paqes dhe zoti Kurti asnjëherë asnjë fjalë nuk e ka thënë për këtë çështje. Asnjëherë nuk e ka komentuar, që për mua është e frikshme, që nuk lë gjë pa komentuar,
Ndërkohë pjesëmarrjen e Kosovës në bordin e pasjes nuk e ka përmend asnjëherë. A mund të jenë këto dy pika, këto dy elemente, cilat zoti Kurti nuk ja fal Vjosa Osmanit? Mund t'jenë edhe ato që kanë kontribuar në këtë raport, sepse kjo mazhorancë me në krye zotin Kurti, me veprime tregoj që ka hezitime për marrëveshjen për bordin e paqes. Dhe këto e tregoj kur në procesin e ratifikimit, kur dëshiroj dhe tentoj në Komisionin për Legjislacion të bëj ndryshime dhe rezervime. Të bëj të rezervime kutimin në marrëveshje, në procedurë të ratifikimit. Dhe përmes një procedure qesharake edhe mënyra se si kishin orkestruar, do me thonë ti në shkruani marrëveshje ndërkombëtare, si me nënshkruani kontratë, pasi nënshkruani kontratën ti kthesh te shtëpia, po thuaj që të nenin që tu s'po m'pëlqen portën e po amandamentoj, pak që tu vetis. Do thonë ka flet me vetveten, ndërkohë që ti ke nënshkruar kontratën. A kupton? Pra në kusht ratifikimi, po total, sepse dhe me veprime tregoj që ka hezitime ndaj asaj marrëveshje. Megjithatë, fatmirësisht nuk arritën deri në atë çmenduri. Sa mos ta ratifikojnë dhe prap unë i përgëzoj që kanë ratifikuar marrëveshjen dhe nuk i bën një dëm shumë të madh Republikës Kosovës, sepse ai do të ishte gjëja më tragjikomike, fatale për neve. Fatmirësisht nuk shkuan aq larg, që kjo tregon që megjithatë, domthonë duhet të punojmë pak më shumë që këta njerëz të reflektojnë, të arsyetojnë, sepse përndryshe nuk është politika siç e kanë bërë për brenda vetëm instrument për përçarje, sharje, baltosje, nuk është e njëjta me kalu edhe në nivel ndërkombëtar, pastaj për përçarje, sharje, baltosje, se me miqt ndërkombëtar pastaj kjo bëhet më rrezikshme dhe më e dëmshme. Bën një pyetje që drejtim, po, është e vërtetë, domethënë na kemi hime në far vorbulle e cila përveç se e dëmshme për demokracinë, dhe torën zemrë dhe zhvillimit, po bëhet edhe rrezikshme për shoqërinë. So mendoj që polarizimi, përçarja, nëse kjo investohet vazhdimisht në ta, unë e di që ka një nivel të jashtëzakonshëm të mirë kuptimit edhe durueshmërisë të qytetarëve të Republikës Kosovës, por duhet me kuptuar që asnjë popull durimi nuk e ka të pafund. Edhe pastaj nëse na kemi që si përçarje, edhe që si polarizimi politik të vazhdueshëm, se kjo po e përdor, domethënë gjithë, nuk është veç që po e bën qitash, vendosja vazhdimisht e ka bëu këto. Atëherë kam dronë që kjo mund të më shpërfaq pastaj edhe si rrezik imanent për shoqërinë. Po çka kishte më qenë pyetja jam kështu është Bardhyli si profesionist tash i angazhuar në garë për të zgjedhur deputet dhe Bardhyli në listën e LDK-s. Pra edhe Bardhyli edhe LDK-ja. Qysh dalim nga kjo vorbull? Domethënë qysh nxirret Kosova dhe populli i Kosovës e diskutimi politik nga kjo vorbull? A mundesh më tregu pak cilat përshtypja jote pse na nuk flasim për të armën e këtij vendi? Po, dhe në fakt këtu është mirë që të kontribuojmë që ta kalojmë këtë vorbull në të cilën kemi hyrë në këtë rreth vicioz të konflikteve të brendshme, të përçarjeve, të sharjeve dhe kështu, që ushqen kryesisht kjo mazhorancë parlamentare. Është absolutisht është fakt notor kjo. Por për dal aty, dhe kjo është edhe arsyeja ime pse në fakt s'kam hezitu fare që t'i bashkohem këtij vizioni të lidhjes demokratike të Kosovës dhe bashkimit me Vjosa Osmanin dhe një grupit njerëzish që ai ka sjellë që beson që mund të kontribuojnë në këtë rrugtim, por në një parforme për bashkimi i të djathtës në përgjithësi, sepse ne jo vetëm që duhet i ndalim këto përçarje, këto sharje, po ne përkundrazi duhet fokusohemi, ato duhet i lëmë komplet me njën, si historie së kaluarës, e së shkuarës, të sigurojmë një fuqi të mjaftueshme politike të LDK-s, si partia unë prapë besoj më demokratike, më tolerante, më mirëkuptuese, më gjithëpërfshirëse në këtë shoqëri, është më demokratike pa asnjë dyshim, është më tolerantja, është më transparentja, është më e reformumja, sepse ka një energji të re, një strukturë të rinj, të ri dhe të rejash, që gjithmonë ka qenë e hapur dhe vazhdon të jetë e hapur, me lehtësinë më të madhe pranon figura të reja, i hap dyert edhe i përkra edhe i promovon, siç ndjehem edhe unë në këto momente, në këtë bashkëpunim me ta. Dhe po të arrijmë që ta rikthejmë LDK-n
me një fuqi të mjaftueshme politike sa për të pas forcën e mjaftueshme me i diktuar rrjedhat politike të brendshme, në atë mënyrë që të mos ndodhi asnjëherë më që forca politike të koncentrohet në një parti dhe aq më keq në një parti në të cilën flet vetëm një individ. Në një person, në fakt. Se po të ishte në një parti e cila ka decentralizim të brendshëm, demokraci të brendshëm, darje detyrash dhe profesionistash që kontribuojnë në emancipimin e shoqërisë, ajo nuk do të ishte e dëmshme për demokracinë. Por problemi është që edhe si e vogël e tillë do të bëjë të dëm të madh. Jo më tash që është rriq kaq shumë dhe është kaq kompakte, kaq e ngurt, kaq kokfort, sa që i shet të gjithë forcat tjera politike, i shet si armik, o me Serbin, o me ne. Si është e mundur, çdo kush që nuk është me lëvizjen vetëvendosje, automatikisht, pa prit mas bëhet me Serbin. Edhe çlirimtarët më eminent të kësaj shoqërie, edhe fëmia e Ramush Haradinajt, edhe nëna Ramush Haradinajt bëhet pa pritmas, nga kjo entourage, bëhet tradhtare dhe me Serbinë. Do të thonë, a kuptoni ku kemi mrrim? Do të thonë, ku kemi mrrim si shoqëri. Dhe prandaj unë me pasionin më të madh dhe do të jap kontributin dhe jo vetëm me 7 qershor, po për një rrugtim shumë të gjatë, për të arrit lidhjen demokratike të Kosovës si një parti që përfaqëson vlerat e kësaj shoqërie. Që gjithë ata që kanë qenë të dëshpëruar, që janë largue, që kanë menduar që mund gjejnë një platformë dhe që është normale në demokracie, diku tjetër, qoftë edhe lëvizja vetëvendosje, duhet ta kuptojnë që duhet ta forcojmë lidhjen demokratike të Kosovës. Pse? Për të pas dhe për dalë nga borbulla që jo pytet. Në atë mënyrë që nëse lidhja demokratike e Kosovës ka fuqi më të madhe, i ka ta zëm 35-40 deputet, ku ne shpresojmë, do më thonë, të kemi, pastaj ka fuqin që atë tolerancën e brendshme, dialogun politik dhe komunikimin edhe me të tjerët, ta transferoj në skenën politike. Si që Gjanëm e tregoj edhe gjatë këtyre traumave që ka lejë kjo shoqëri për zgjedhjen e presidentit. Ishte vetëm një parti që shkonte takime, çonte nënshkrime, ofronte zgjidhje, propozoi presidenten Osmani që gjithë prishin që do ta propozonte lëvizja vetëvendosje, e propozoi Lidhja Demokratike e Kosovës. A e propozoi? Si sa propozoi. Do të thonë që ata 15 nënshkrime sipas jush kanë qenë për zonin Osmani. Duhet unifikuar me 15 nënshkrimet. Absolutisht për zonin Osmani. Asnjë kandidat tjetër s'pat. E vetëm një parti Lidhja Demokratike e Kosovës që nuk ka përmend asnjë emër tjetër për president. Asnjë. Përveç Vjosa Osmanin në intervista, në takime, në diskutime. Problemi ishte që nuk vinte nga ana tjetër, nga lëvizja vetëvendosje, se Lidhja Demokratike katërcifrisht e bëri të qartë këtë. Dhe tani, për dal nga vorbulla me një fuqi më të madhe politike, që unë jam i bindur që qytetarët do t'ja japin, pastaj këtë demokraci, këtë tolerancë, këtë bashkëpunim që është shpirti i demokracisë, duhet ta hedhim tavolinë me parti tjera, ta zgjedhim presidentin, se ne kemi vetëm 60 ditë për ta zgjedhur presidentin nga dita kur konstituohet kuvendi, ta zgjedhim presidentin, t'i ofrojmë një qeveri, varësisht, le të jetë prapë nëse populli dëshiron ta ketë lëvizjen vetëvendosje në qeveri. Le të jetë prapë nëse ata morin besimin. Por, jo që të kontrollojnë që gjitha institucionet dhe pushteti është për të do në forca politike që e përfaqësojnë këtë shoqëri. Jo që e koncentrojnë në armiq edhe patriota. Ju keni folë shumë për këtë balansin mes institucioneve. Keni folë shumë për parandalimin e ndërhyrjes në drejtësi, në mbrojtjen e demokracisë, avancimin e demokracisë. 2 çështje kam që më interesojnë. Sa është e rrezikuar apo sa ka qenë e rrezikuar deri tash demokracia, drejtësia prej pushtetit e Albin Kurtit dhe si do ta mbrojë LDK-ja këtë drejtësi, këtë balancë, këtë demokraci në të ardhmen nëse vijen pushtet, po edhe nëse mbetet në opozicë, sepse të dy këto janë opsione.
drejtësia më së miri mbrohet kur nuk pengohet. Dhe qeveria, ekzekutivi pra, dhe legislativi detyrë primare kanë që me sigurue pavarësinë e gjyqësorit, pavarësinë totale, direkte dhe indirekte, e cila bëhet duke mos i përzinë punë, duke mos i thirrë në takime, siç po i thrasin gjyqtarë dhe prokurorë dhe tentojnë të themelojnë komunikime direkte, që është shumë e dëmshme, por mbi të gjitha me buxhet, duke i ofruar buxhetin e nevojshëm dhe duke i miratuar ligjet e nevojshme që ata t'i kenë në dispozicion. Dhe jo duke bo filma dhe propagandë edhe me drejtësinë, gjasme ne dëshirojmë ta reformojmë. Por reformimi bëhet me ligjet mira, profesionale, në partneritet me ekspertët më të mirë ndërkombëtar, që fatkeqësisht si rezultati këtyre sanksioneve edhe ekspertiza ndërkombëtare ka shkuar në largim e sipër. Pra ne po përjetojmë një fenomen ku ndërkohë që kishim parti politike që ndanin pushtetin, që ishin pjesëmarrëse në qeverisje, por kishim një prani më të madhe ndërkombëtare, kemi rshit në një moment ku s'kemi prani ndërkombëtare, nuk kemi ekspertizë ndërkombëtare për të na ndihmuar në ligjbërje, në hartim të legjislacionit që është profesional dhe në standarde, në përputhje me standardet evropiane, një qeveri që edhe instrumentet ligjore ishtë ndronë në instrumente politike, siç është azam, çështja e konfiskimit dhe sekuestrimit. Bëjnë politik me të. Byroja vazhdojnë janë se 6 vjet, se kanë miratu byron dhe thonë, bile edhe tash në këto zgjedhje, shkojnë takim, të bim, e kemi bë byron. Dhe mashtrojnë mënyrën ma barbaret pa turpshme ma të mundshme. Ku e ki bë byron? E ki miratu lexim parë dhe ki shpërnda parlamentin. Ajo kthehet në zero, sepse çdo ligj që nuk është miratuar nga kuvendi, pa më parasysh cilën procedurë është, siç shpërndahet parlamenti, kthehet në zero. Legjislatura e re nis për fillim. Në zero. E para, pra s'është miratuar. Është miratuar vetëm sa për thon votum në lexim parë për ta shit me disa fjalime që do ta bëjmë byron për konfiskim dhe sekuestrim. E dyta, edhe draft që kishin miratuar ishte skandaloz. Ishte i keq si instrument politik për të godit kundërshtarët, për të ngjall frikë të kundërshtarët politik. Dhe nuk ishte instrument në dorën e gjyqësorit që me të vërtet çdo kush që ka abuzuar me 1 cent të fondeve publike, me ja marrë, me ja konfiskue, me ja sekuestrue. Unë vetë kam marrë pjesë në të kaluarën, Agjencinë për menaxhimin e pasurisë së sekuestruar dhe të konfiskuar, ligjin e asaj agjencie, aktet nënligjore të asaj agjencie. Unë personalisht me ekspertë të Bashkimit Evropian i kam hartuar, kam trajnuar staf, kam ndërtuar databaza me projekte të Bashkimit Evropian për Kosovën. Dhe kam qenë idhëtar që të bëjmë edhe konfiskimin civil, si një procedurë më e shpejtë, që çdo kush që ka abuzuar me fonde, çdo kush që ka abuzuar me fonde publike, sigurisht ti je ministër, edhe pa pritmas nga asnjë lloj pasurie apo të mirët materiale, bësh ndërmat pasurit. Ajo patjetër që duhet me i kriju instrumentet e nevojshme dhe patjetër duhet me ja konfiskuar dhe sekuestruar. Por këta veç flasin se do ta bëjnë dhe me qëllim nuk e bëjnë. Dhe kjo është shqetësuese. Dhe kjo nuk është me ndihmu drejtësisë, kjo është sakt me e pengue drejtësinë. Nëse të miraton një ligj keq që s'mund të zbatohet, pastaj ti e ke pengon drejtësinë. Na dole edhe xhandarmeria, ne jamën kështu i frikshëm. Po që xhandarmeria, ore, ti s'kije policia, s'ka këmisha, s'ka databaza, s'ka këpuc. Kishte hedhë dje, më falë se ndoshta jashtë temës. Kishte hedhë dje dhe kërkoj falje nëse s'duhet i kështu, në Facebook një video bukur me këta me të akademisë policisë dhe kishte edhe këta djelë të bunjakut dhe 2 djelë të kishte nxjerrë në kështu. Dhe kur e shoh atë video e vrej që ata kishin uniformen që ishë marrë, por rrypat i kishin të pantoll vetë, sepse kishte njëri me një katran tjetër, me një kështu. Pra shumica atyre që ishin aty në atë video nuk ishin rrypa. E kupton? Pra rrypat e uniformës nuk ishin në akademinë policore dhe ata vendoshin rrypat e vetë. Dhe ti flet për xhandarmeri. Po çfarë xhandarmeri ore? Ti forcoj ushtrin, forcoj policin. Ne kemi pas policin më të mirë në rajon. Është ndër policit më të mira trajnuar prej Unikut, prej Obdatit, prej Usajdit,
prej Bashkimit Evropian, Ai Interpolit, ICTAP-it, kanë trajnue, intenzive, kanë qenë në Amerikë, kanë cilë tu ekipe masive, pajisje kanë cilë, databaza, kanë regjistruar në rrjetet të shkëmbimit të informacioneve. Dhe kjo qeveri kalon pa mëditje, pa pagesat orare, të punëve shtesë, pak misa, pa asnjë mjet, Ideja se po krijon xhandarmeria. Vetë për xhandarmerinë. Edhe sa bukur, po e bëjmë xhandarmerinë dhe nxjerr ministrin me nënshur një vendim. Çfarë vendimi? Me e formue grupin punues i cili do të shqyrtoj taktikat, politikat, se në çfarë forme do të ndërtohet, do të bëhet xhandarmeria. E ku ke se 6 vjet? Pse se bërë ore masi pas ka qenë e nevojshme xhandarmeria? Pse s'na tregove kur? Pse vu deshke 10 ditë para zgjedhjeve me ardhur me këtë ide gjeniale? Kjo është për të hedhë hi në sytë e publikut. Pra nuk e kanë të sinqert. Am kupton? Dhe për t'ju kthyer temave përmbajtësore. Drejtësia duhet jetë e pavarur, duhet t'i japen ligjet, duhet t'i japet buxheti, t'i japen profesionistët, të rekrutojnë staf profesional, jurist, këshilltar ligjor, asistent, daktilograf, që bëhen databaza për menaxhimin e lëndëve. Diti që akoma aty në Letërima, di që në pallat drejtësisë aty ka rrezik, tashe 5-6 vjet, secili që hyn edhe del, me met lift ko pas kohe në ashensor, me si njerëzit mranda. Dhe ato menaxhon kontratat Ministria e Administratës Publike. Dhe aty është nightmare, do me thonë është tmerr me bë me hyn në ato ashensore. Se 6 vjet nuk i rregullojnë ashensoret. Na kupton? Don s'ke ku hyn, nuk ka aerosje në pallat drejtësisë. Dhe aty nuk ka oksigjen. E kupton, nuk ka aerosje, ventilim, klimatizim. Verës, djerës që ju dalin gjyqtarëve, shpesh e mbyllin, dalin protesta. Dhe sikur kënaqen pastaj. Zoti, e kupton, pra, dhe plet ti që don me e reformua sistemin e drejtësisë, s'kan letër për printim. Sepse jau me këto procedurat e tenderimit dhe i pengojnë. Jemi në fund të këtij bashkëbisedimi, zoti Hasan Papaj. Ju kam pa që jeni goxha optimist për rezultatin e LDK-s. Dhe të Vjosa Osmanit në këto zgjedhje si barse e listës së LDK-s. Madje ma optimist se shumë tjerë me të cilët kam bisedu. Nga del ky optimizmi juaj për një rezultat tjetër të Lidhjes Demokratike të Kosovës? Po më del optimizmi sepse unë vetë kom shpresue që një platformë që ka premtu lëvizjave të vendosje para 6 vitesh, kom shpresue që e kanë seriozisht, do të ndalin korrupsionin, do të ndalin kontrabandën, do të bojnë drejtësi të pavarur, do të ulin çmimet, premtonin me shifra konkrete të uljes çmimeve, do të ndihmojnë biznesit, do të rritin prodhimin e energjisë, do të reformojnë arsimin, shëndetësinë, kanë pas premtime të jashtëzakonshme dhe të shumë atraktive. Dhe sigurisht që i ka besuar populli. Dhe tani, pas 6 vitesh, unë sigurisht që nuk shoh asnjë mundësi tjetër përveç faktit që populli do ta ndëshkojë me votë për këto dështime të vazhdueshme, të një pas njëshme, dhe këtë që ka kontribuar është konflikti ndërshoqëror, por asnjë dobi shoqërore. Pse? Sepse s'ka bërë asgjë. Me 20 miliardë euro buxhet për 5-6 vite, për 5 vite asgjë s'ke bë. Ka investuar shumë në helmim të shoqënisë, në propagandë. Pa ajo do të ndalet, dhe kjo shoqëri do ta ndalë me votë. Prandaj unë jam optimist, jam shumë optimist. Jam jashtëzakonisht optimist. Pse? Sepse autokracitë ndoshta nuk rrëzohen nga optimistët që janë nga jashtë, por përkundrazi nga frikacakët e brendshëm. Se kur frika hyn për brenda, pastaj ata nuk dalin në rrjetet sociale me folë dhe me shkujtje dhe me shtu. Përkundrazi janë shumë më të heshtun se sa që ne mund ta mendojmë. Sepse frika s'është punë e tij, pa mon tek vota. Fatmirësisht ne i kemi themelet e demokracisë shumë të shëndosh. Dhe me votë do ta ndëshkojnë. Dhe këtu e shoh optimizmin sepse është i vetmi konkluzion logjik për këto lloj zgjedhjesh, sepse njerëzit janë lodh, dëshirojnë art pastër jo vetëm për diasporën, kur vinë verës, se verës nuk ka shumë art pa pastër. Sepse dimrit ne kemi problemin kryesor. A kupton?
Dhe kemi nevojë për ajër të pastër, sepse jetojmë këtu, kemi nevojë për më shumë energji. I vetmi vend Ballkan që s'ka parqe solare, që s'ka mbëllit e erës, përveç atyre 120 megawattëve që kanë bërë para 10 vitesh. I vetmi vend që nuk kemi rigjeneruar, nuk kemi sjell asnjë tre në energji, asnjë tre në shëndetësi. Akoma që kanë qendër qytetarin, akoma nuk e bëjmë dot një profil të pacientit në Ministritë e Shëndetësisë për me ditë sa shkoj te mjeku historiatin tënd shëndetësor. Digitalizimin, inovacionin, për përdorin vend që ta përdorim në shërbim të shoqërisë, për përdorim për helmim, për propagandë. Nuk shkon ajo, kemi nevojë për databaza, kemi nevojë për inovacion, për teknologji, për shëndetësi, që janë të bëshme, lehtësisht bëshme, veç me pas njerëz kompetent që nuk friksohen nga shefi çapo thot, por shkojnë edhe punojnë edhe i tregojnë shefit çka kanë bë. Jo me pyet ç'a duhet me bë. Pra ministrat duhet të jenë profesionista, teknokratë të shkëlqyeshëm që punojnë në përputhje me vizionin dhe objektiva që i përcakton qeveria dhe i realizojnë vetë me projekte konkrete zhvillimore, siç e kemi ndërtuar në një program 113 pikësh, me që është edhe numri 113 i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kemi bërë një program të jashtëzakonshëm të shkëlqyeshëm 113 pikësh që do të publikohet sot në orën 6, ku i ftoj që qytetarët na bashkangjiten sot në orën 6 në sallën 1 tetori, masivisht na vinë, ta shohin, ta dëgjojnë të program, sepse ne do të flasim për halle konkrete dhe projekte lehtësisht të bëshme qytetare për nevojat e qytetarëve, në arsim, në shkencë, në shëndetësi, në drejtësi dhe sektoret që na kemi nevojë. Hallet e shoqërisë dhe jo ta shndrojmë politikën në një telenovel personazhesh negative, të kompleksum nga e kaluara e tyne, jo e lavdishme. Miq, Zoti Hasan Papa e ka numrin 34 në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për mua është njëri prej kandidatëve më të mirë për të qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Jo vetëm pse e patëm këtu në studio, por për shkak se janë një punë goxha më të. Mirupafshim.